Kërmendi po shndërrohet gjithnjë më shumë në një nga destinacionet më të preferuara turistike, fal bukurive natyrore, ajrit të pastër dhe traditave të ruajtura ndër breza. I shtrirë në zemër të Alpeve shqiptare, kjo zonë ofron peizazh mbreslënës, shtigje malore, burime natyrore dhe mikpritje karakteristike të banorëve vendas. Turistët tërhiqen kryesisht nga aktivitetet në natyrë, kulinaria tradicionale dhe bujtina familjare, të cilat po kthehen në një burim të rëndësishëm të ardhurave për ekonominë lokale. Turizmi turistik nuk ka kënd 100% i mirë, domethënë se jashtë kanë mungesë në tonë Shqipëri, nuk e di çka është kanë problemi, por falënderit Zotit mirë ka kanë. Ka pas njerëz që vizitojnë shumë këtë vend, të huaj, ka pas plot edhe shqiptar. Një kënaqësi që vinë vendeve, që vinë këto male, këto kreshtat, evropian vinë shumë. Gjermania, Suedia, Polonia, Çek vinë, domethënë janë shumë kënaqur, lanë review shumë të mira në të rrjetet sociale. Edhe janë shumë presin shi marrë se zoni marrë prapë. Por, pavarësisht zhvillimit të turizmit, Vermoshi, pika më e frekuentuar turistike e Kërmendit, përballet ende me sfidën e shpopullimit. Në letën këtu janë kanë 350 familje, me 1550 banorë, që ishin tanë gjithë autokton Vermoshit. Sot, këtu mund të ketë 60 familje, 65, dhe mund të jetë një ajtësinë 95 banorë që jetojnë. Edhe nga këta nuk është se ka një perspektivë se tri ka shumë pak. Emigrimi ka arrit dhe aty sa gjinaf të lëshohet këtë vend, por kështu erdhi koha, kështu erdhi puna. Ka shkollë, në Zënës ka shumë pak. Ka mësuesa shumë të mirë, shkolla shumë e mirë, dhe Zënës janë as janë. Kjo është një perspektivë për Nxënësit, se kur nuk ka rini, kur s'ka martesa, këtu s'martohet kush. Sipas banorëve, shpresa vetme për këtë zonë mbetet turizmi, i cili mund nxjisë rikthimin e të rinjve për të investuar në shtëpitë e trashëguara dhe për të kthyer ato në bujtina që mirë presin vizitorë gjatë gjithë vitit. Kanë ardhi, kanë banë, që e vërteta kanë filluar për të riparuar shtëpiat, për të bërë shtëpiat. Kanë ardhur, edhe këtu besoj se riparimi i shtëpiave të tyne, thëmë që se të pa njëri tjetrin edhe si tush edhe gashehen më shumë. Këtu është një vend për turizëm që pak kush mund ta ketë sysh pjesërisht Kelmeni, sidomos sysh në grupat e Selës, Lpush, Vermosh janë turizmi, por dënë mbështetjen e qeverive. Mbajtja e hapur e rrugës gjatë sezonit dimëror ka ndikuar pozitivisht, duke nxitur disa bujtina të qëndrojnë funksionale edhe në muajt e ftohtë për t'i ofruar shërbim turistëve. E ardhmja e Kërmendit mbetet një sfidë e hapur, a do të arrijë turizmi të fitojë betejën me shpopullimin në këtë perlë të vërtetë të Shqipërisë.